Bismillahirrahmanirrahim. Jani që përshëndes në përshëndetin islame. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahu xhaleshanuhu qoftë mbi ju. Falënderimin të takojmë vetëm Allahu xhaleshanuhu, krijuesin e botrave, udhëzuesin në rrugën e drejtë, mëshiruesin dhe mëshirbërësin. Salavat dhe selamet qofshin mbi Muhammedin alayhis salam, i cili është Khatemun Nebiyyin, mbull e të gjithë pejgamberëve, mbi shokët e tij dhe trason rrugën e tij deri në ditën e Kiametit, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi të gjithë ata që trasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë të pranishmit në këtë manifestim, duke filluar prej hoxhallarëve, mysafirët dhe të gjithë xhamatin. Besoj se do kalojmë çaste të mira në programin të cilin e kemi përgatitur. Allahu i shpërbleft të gjithëve. Tani fillojmë me programin e hapjes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle hepinizi İslam dininin selamı ile selamlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hamd ve senalar Allah ve Tekaddes Hazretlerine, salat ve selam Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın ailesinin, ashabının ve onun yolunda kıyamet gününe kadar yürüyecek olan bütün müminlerin üzerine olsun. Değerli misafirler, başta hocalar olmak üzere burada bulunan bütün misafirleri ve cemaate selamlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım bugün hazırlamış olduğumuz hatim programında hep beraber keyifli dakikalar geçiririz ve bizleri de burada yalnız bırakmadığınız için sizlerden Allah razı olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allah. Aşer. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman, allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan. Eş-şemsu vel kameru bihusban, ven-necmu veş-şeceru yescudan,ves-semâe rafe'âha ve bedâ'al mizan. إلا تدغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Djar Mehmet Ali, cilët janë 33 farzët e Islamit? 33 farzët e Islamit janë
6 të imanit, 5 të islamit, 4 të abdesit, 3 të guslit, 3 të tejmumit dhe 12 të namazit. Hana Tresi, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Emirhan İsmaili, 33 farzı say. 33 farzlar şunlardır. İmanın şartı 6, İslam'ın 5, namazının 2, abdestin 4, guslün 5 ve teymunun 3. Beyda Mehmet Ali, sayın şartet-e imanit. شهادة إيماني تنجاش آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث والموت حق. Kuftimi I këtyre është آمنت بالله Allah Gjellëshanuhu me besu وملائكته melekëve të Allahut me besu وكتبه librave të Allahut me besu ورسوله pejgamberëve të Allahut me besu واليوم الآخر ditën së gjykimit me besu وبالقدر çdo mirë dhe e keqe vjen nga Allahu Gjellëshanuhu. Pra përcaktimin të Allahut me besu. Belinay Berzati, imanın şartı kaçtır? İmanın şartı 6'dır. Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve resulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi şerrihi minallahi teala vel basu ba'del muti hakkun. Allah'a inanmak, meleklere inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak ve kaza ve kadere inanmak. Ayaz Şerif, sayın şartet-e İslami. Kushtet e Islamit janë 5: Kelime-i shahadet, namaz, agjërim, zeqat dhe haç. Kelime-i shahadetit eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Namaz 5 kohët e namaz me I fal. Agjërim me namazet me agjëru, zeqat nga pasuri që vetë me dhane, haç me jetën e haç me shku. Mina Ramadani, İslam'ın şartı kaçtır? İslam'ın şartı 5'tir. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Hira Tresi, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين صدق الله العظيم. Esra Nurishi, Muhammed alayhi salam dhe ilahi. Muhammedi a.s. Hazreti Muhammed a.s. vini në Mekka në vitin 571 para se të rinë babai I tij, ndoroi jetë. Ai humbi nënën e tij kur ishte 6 vjeçar. Më pas ai ra në mbrojtjen e dyshit të tij Abdul Mutalibi. Pas vdekjes së tij ai filloi të qëndrojë për xhaxhain e tij Ebu Talibi. Ai u fut në tregti që në moshë të re. Gruaja e tij e parë ishte Atidje.
Ai kishte 6 fëmijë me Hatixhen. Pas moshës 35 vjeçare, profeti shkonte shpesh në shpellën Hira dhe të hiqej në izolim. Një ditë ndërsa Muhamedi alayhis salam ishte në shpellën Hira, Jibraili me i shpallës erdhi dhe e udhëroi të lexonte shpalljen e parë. Kështu profeti Muhamedi alayhis salam ju tha profesia në moshën 40 vjeçare. Ai migroi nga Mekka në Medinë. Në vitin 623, Muhamedi alayhis salam shkoi në Hax me popullin e tij musliman. Për herë të fundit në vitin 632, ky njëhet edhe si Haxhi i Lamtumirës. Profeti i ndëroi jetë në Medinë në vitin 632 dhe vali i tij gjendet në Rabsa Muhtara, po ashtu në Medinë. Rrugën time me lojava, emrin tënd kursure goja, dritën tënde për herë parpava, zemra fort filloj të doja, sa dëgjoj për ty o Muhammed, Esselamu alejke ja Resul Allah, Esselamu alejke habibi, ja Nebi Allah, ja Resul Allah. Bali puthi plot mal seshen, gjurët e tua po kërkoj, vrekja ambër se shmuba, veshja her gjenet me t'pa, vetëm ty o Muhammed, Esselamu alejke ja Resul Allah, Esselamu alejke habibi, ja Nebi Allah, ja Resul Allah. Djar Ismani, cilët janë cilësitë e Allahut? Cilësitë e Allahut ndahen në dy grupe, qendrore dhe individuale, dhe ato janë vujud, Allahu xhaleshanu ekziston, Kidem, Allahu xhaleshanu është i përhershëm dhe pa fillim, Beka, Allahu xhaleshanu është i përhershëm dhe pa mbarim, Vahdaniet, Allahu xhaleshanu është një, nuk ka shok, Muhalefetun lil havadith, Allahu xhaleshanu nuk varet për askujt, Kiam binefsi, Allahu xhaleshanu nuk ngjan askujt. Beytullah Nesimi, Allah'ın sıfatları kaçtır? Allah Teala'nın zatî sıfatları altıdır. Vücut Allah Teala vardır. Kidem Allah Teala'nın varlığı evveli yoktur. Beka Allah Teala'nın sonu yoktur. Vahdaniyet Allah Teala'nın birliği yok, sonu yoktur. Muhalefetun ilah hadisi Allah Teala hiçbir şeye benzemez ki bir nefsi Allah Teala'nın varlığı kendilerindedir. Allah Teala'nın suhdi sıfatları 8'dir. Hayat Allah Teala diridir, ilim Allah Teala her şeyi bilir, semi Allah Teala her şeyi duyar, besar Allah Teala her şeyi görür, iradet Allah Teala'nın istediği olur, kudret Allah Teala her şeye gücü yeterlidir, kerem Allah Teala söz ve konuşması var, tekvin Allah Teala bütün varlıkların yaratıcısıdır. Ayaz Şerifi, Aşar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferû sevâun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minûn hatemallahu ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebsarihim gişavetun ve lehum azâbun azîm ve minen nâsi men yekûlû آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق الله العظيم. Dilara Asani, sa janë shartet e abdestit? Farzët e abdesit janë 4. Larja e fytyrës përmes së ballit deri në fund të mekrës dhe për veshit në veshin tjetër. Larja e duarve dhe krahëve me lidh bëryla të dhënuar mes 24 së kokës. Larja e këmbëve së bashku me thembrat mbi lyje. Melek Abdi, abdestin farzları kaçtır? Abdestin farzı 4'tür. Yüzü yıkamak, kolları dirseklere kadar yıkamak, başın 4 tepirini mesletmek ve ayakları topuklarla beraber bileklere kadar yıkamak.
Muhammed Mehmet Ali. Shartet e guslit. Farzët e guslit janë 3, ato janë larja e gojës së re, larja e ëndës së re dhe larja e tërë trupit me kushte asnjë vend mos mbet sakt. Onur Bekiri, guslün farzları kaçtır? Guslun farzları 3'tür. 3 kere ağzını yıkamak, 3 kere burnunu yıkamak ve en sonunda bütün vücudumuzu kuru kalmaması bir şekilde yıkamaktır. Esra Asani, teymumun farzları kaçtır? Teymumun farzları 2'dir. Birincisi niyet etmek, ikincisi elleri temiz toprağa 2 kere vurduktan sonra birinci vuruşta yüz, ikinci vuruşta ise kollar mest edilir. Suela Reshiti. Shartet e namazit. Shartet e namazit janë 12, 6 janë jashtë namazit dhe 6 janë brenda namazit. 6 shartet jashtë namazit janë marrja e abdesit ose kustit nëse ka nevojë. Trupi, petku dhe vendi ku do të falemi të jetë i pastër. Falësi të jetë i veshur sipas rregullave islame. Mashkulli të paktën të jetë i mbuluar prej beri deri në gjunjë, kurse femra duhet të ketë të mbuluar tërë trupi. Përveç fytyrës, duarve deri në lije dhe këmbëve deri në themra. Drejtimi nga kibla, çdo namaz të falet në kohën e vet. Të vendoset niyeti për faljen e namazit. Niyeti të shqiptohet me gojë është më mirë. 6 shartet brenda namazit janë: namazit të fillojnë me emrin e Allahu xhaleshanuhu e ki quhet tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë derisa të lexohen 3 ajete, leximi nga Kurani një sure të shkurt ose një ajet të gjatë, përkurja derisa të kapen gjunjët në tokë. Vuarja e fytyrës, duarve, gjunjëve dhe këmbëve në tokë, të ulurit me mbarimin e namazit aksa të lexohet e tejatu. Harsik Kasami. Sa janë kohët e namazit? Kohët e namazit janë 5 dhe ato janë namazi sabah, namazi i drekës, namazi i qindis, namazi i akshamit dhe namazi i yatsis. Namazi sabah ka 4 recate, 2 sunet, 2 fars. Namazi i drekës ka 10 recate, 4 sunet, 4 fars, 2 sunet mbrapa. Namazi i qindis ka 8 recate, 4 sunet, 4 fars. Namazi i akshamit ka 5 recate, 3 fars, 2 sunet. Namazi i yatsis ka 13 recate, 4 sunet, 4 fars, 2 sunet mbrapa, 3 salat e vitit. Dilay Yumni, namaz vakitleri. 5 vakit namaz şunlardır. Sabah namazı 4 rekattır. 2 sünnet, 2 farz. Öğle namazı 10 rekattır. 4 sünnet, 4 farz, 2 son sünnet. İkindi namazı 8 rekattır. 4 sünnet, gayri müekkede 4 farz. Akşam namazı 5 rekattır. 3 farz, 2 sünnet. Beyatsi namazı 13 rekattır. 4 sünnet, gayri müekkede 4 farz, 2 son sünnet ve 3 salat-ı vitr. Süleyman Yumni, abdesti bozan şeyler. Abdesti bozan şeyler şunlardır. Büyük veya küçük tuvaletlerden uyumak, bedenimizde veya ağzımızda kan veya irin çıkması, ağız dolusu kusmak, namazda sesli gülmek, bilinci kaybetmek gibi. Ahera Karacennet. Asher. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kema arsalna fikum rasulen minkum yetlu aleykum آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Hana Tresi. Namazi i Gjumas. Namazi i gjumas ka 10 rekate. 4 sunetet të parë të gjumas, këto falen sikur sunetet e drekës. Pasi thirrë ezani brenda në xhami, hatibi duke qenë në hutbe ri u lut derisa të përfundojë ezani. Pas përfundimit të ezanit, hatibi qohet në këmbë dhe fillon xhiratën e përgatitur sipas nevojës që kanë besimtarët. Pasi përfundon hutbeja, muezini bën kamet, imami del në mihrab dhe së bashku me xhamiti i fal 2 rekat farz të gjumas. Pasi përfundon farzi i gjumas, falen edhe 4 rekat sunet të mbrapa të gjumas. Edhe këta falen sikur sunetet e drekës. Pas kësaj falen edhe 4 rekat ahiri zuhur dhe kjo fal një lloj suneti i drekës. Dhe në fund falen 2 rekat sunet të gjumas. 4 rekat sunetin pas farzit të gjumas, 4 rekat ahiri zuhurit dhe 2 rekat sunetin e fundit falesi fal vet pa imam. Saadet Selimi, Cuma namazı. Cuma namazı 10 rekattır, 4 sünnet, 2 farz ve 4 son sünnettir. Bu namazlarla beraber şu namazlar da kılınır. 4 rekat, ahiri zuhur ve 2 rekat vaktin sünnettir. Ezan okuduktan sonra ilk 4 sünnet kılınmaya başlar. Bu sünnet öğle namazının sünneti gibi kılınır.
Sünnet bittikten sonra meyz için ezan okuduktan sonra imam hutbe okur. Hutbe bittikten sonra cemaat ile beraber 2 rekat cuma namazı farzı kılınır. Farz namazı kıldıktan sonra kalan namazları kişi kendi başına kılır. Fatma Ali, namazi bayrameve. Namazi bayrameve. Në mëngjesin e ditës së Bayramit, muslimanët falin namazin e sabahut, ndërsa 45 minuta pas lidhjes së vendit falin namazin e Bayramit. Imami dhe xhamati vendosin niyet, xhamati thot u lidha imamit, imami merr tekbir fillestare bashkë me xhamatin, ku lexojnë subhane, merren 3 tekbire, në çdo tekbir ngrihen dorë deri tek veshët. Mandej imami lexon Eûdhu Besmelen, Elhamin, surën, shkon në ruku, sejdë, pastaj ngritet në rekatin e dytë ku lexon në Besmelen, Elhamin, surën, shkon në ruku, pastaj në sejdë dhe pastaj merr 3 tekbire, në tekbirin e 4 shkon në ruku, sejdë, pastaj etejatu salavatet dhe më në fund jepet selam. Pas përfundimit të namazit, imami lexon hutben dhe më në fund bëhet duaja e namazit. Alya Zekiri, Allah'ın büyük melekleri kaçtır? Allah'ın 4 büyük meleği vardır. Cebrail, Azrail, İsrafil ve Mikail. Bunların görevleri Cebrail aleyhisselam Allah'tan gelen vahiy peygamberlere indirmekle görevlidir. Azrail aleyhisselam insanların canını almak ile görevlidir. Mikail aleyhisselam yağmurları, karları yağdırır, rüzgarı estirir ve İsrafil aleyhisselam su üflemek ile görevlidir. Amera Karacenne, cilit janë 4 melekët e njohura të Allahut? 4 melekët janë Gjebraili, Azraili, Israfili dhe Mikaili aleyhisselam. Gjebraili aleyhisselam e ka për detyrë pejgamberëve të sjellë shpalljen, Azraili aleyhisselam e ka për detyrë të merrë shpirtin gjallësave, Israfili aleyhisselam e ka për detyrë të prishë surit dhe Mikaili aleyhisselam e ka për detyrë të gjithë gjallësave të sjellë rizqin. Suela Rishiti, Ashar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. Anila me mishi, çka është selfi sejdja? Selfi sejdja bëjnë në këto raste. Nëse gjatë namazit vënojmë ndonjë farsë, për shembull, gjatë uljes së parë, pas lecimit të tehijatut, në vend që të çojmë në rekatun e tretë, vazhdojmë me salavatet. Kjo ndodh kur bënohet farzi. Nëse vajibi bënohet ose vendi i tij ndërrohet. Për shembull, në vend të Fatihas lexojmë ndonjë sure tjetër, të gjitha këta bëhen me harres. Selfi sejdja bëhet kështu. Në uljen e fundit, pasi të këndojë të tehijatut dhe të jepet selam në anën e gjatë, bëjnë 2 sejdë dhe sërish lexohet të tehijatut, salavatet dhe duat dhe jepet selam. Selfi sejdja nuk bëhet në namazin e xumës dhe as të bayrameve. Mina Ramadani, Asher. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستعفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Saledin Ramadani, cilët janë 4 libra qiellor? 4 libra qiellor janë Teurati, Zeburi, Injili dhe Kurani. Teurati Musait alayhiselam, Zeburi Davudit alayhiselam, Injili İsa'it alayhiselam, Kurani Muhammedit alayhiselam. Sena Yumni, Allah'ın indirdiği 4 büyük kitabı say. 4 büyük kitabın isimleri şunlardır: Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an. Tevrat Musa aleyhisselama, Zebur Davud aleyhisselama, İncil İsa aleyhisselama ve Kur'an Muhammed aleyhisselama nazil olmuştur.
Basir Karagjende, emrat e pejgamberëve. Në Kur'an përmenden 28 pejgamber. Ata janë Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishak, Lut, Jakub, Yusuf, Eyub, Shuaib, Ilyas, Elisa, Yunus, Dhulkufli, Harun, Musa, Davud, Suleiman, Zakaria, Yahya, Isa dhe Muhammed a.s. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر فأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفها بناسية ناسية غاضبة هاتية فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطيعه فاسجد واقترب. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآريات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في الصدور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فإما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فإما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أهلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عامد ممددة. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فلا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الدين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله هو الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحان ربي العلي جلال الوهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وإلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما
بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Falënderimet të takojnë vetëm ty, ja Rabbel Alamin, që neve bashkërisht në mundësove të jemi në rrugën e Kur'anit, të jetojmë në hijen e Kur'anit, të jemi ndjekës të përpikë të sunnetit të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ja Rabbel Alamin, bashkërisht nga kjo mezhlis i bekuar të lutemi që neve, familjet tona, djemt, vajzat tona, nipat, mesat tona, mos i ndajsh prej rrugës Kur'anit dhe sunnetit të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ja Rabbel Alamin, gjithashtu të falenderohemi që na mundësove që fëmijët tonë të lexojnë fjalët e tua, të bekohen me fjalët e tua, të ndriçojnë fytyrat dhe zemrat e tyre me fjalët e tua. Ja Rabbel Alamin, atyre dhe të gjithë fëmijëve të tjerë të cilët janë prej prindërve musliman, tua mundësosh që t'i mësojnë fjalët tua, të jetojnë me to dhe ta kalojnë jetën duke e ditur se janë musliman dhe se duhet të ndjekin në rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ja Rabbel Alamin, të lutemi që neve bashkërisht dhe veçanërisht këto fëmijë t'i bekosh duke i bërë ata të guximshëm, të moralshëm, të drejtë, ndjekës të përpikt, të njerëzishmes dhe Kur'anit adhimushan, dhe prej atyre të cilët do të kenë kujdes ndaj familjeve të tyre, ndaj miqve të tyre dhe të afërmve të tyre, dhe gjatë jetës të tyre do të përpiqen që të jetojnë me Kur'anin dhe të ndriçojnë me Kur'anin në mjedisin e të cilën janë duke jetuar. Ja Rabbel Alamin, gjithashtu të lutemi që për hurmet të hatmes së këtyre fëmijëve dhe për hurmet të duave të tyre të sinqerta dhe duave të gjithë neve të cilët i kemi hapur zemrën dhe shpirtin tonë drejt madhnisë tënde, që edhe të vdekurve tonë të cilët i kemi përcjellë te madhnia jote, ja Rabbel Alamin, vorën e tyre ta bësh një bafçe prej bafçeve të xhenetit, të shoqërosh ata me njerëzit e mirë dhe të na mundësosh të gjithë neve që frymën e fundit ta japim me fjalët la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dhe në ditën e ringjalljes të jemi bashkë në flamurin e falënderimit të pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Në emrin e Allahut mëshirëbërësit. Në fillim e falenderojmë hoxhën ton, profesor Dr. Metin Efendi Izetin për duan e tij që e bëkoi këtë ceremoni. I nderuar referent pranë Miftinisë së Tetovës, Idris Efendi Idrisi, të nderuar operator të Miftinisë së Tetovës, hoxhallar, misafir, prindër dhe ju shumë të respektuar talebe. Ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sot jemi të buar në xhaminë e Sahatit për të ndarë gëzimin e madh shpirtëror të përfundimit të hatmes së Kur'anit. Kjo ditë është një fest e dritës dhe dijes. Një moment me njohjen dhe Allah Gjeleshanuhu që i ka udhëzuar fëmijët tanë në rrugën e Kur'anit dhe një falënderim për prindit e tyre që i kanë mbështetur në këtë udhëtim. Bugün bu mübarek camide, saat camisinde sevgili talebelerimizin Kur'an-ı Kerim hatmini tamamlamalarını büyük manevi sevinçle hep birlikte paylaşıyoruz. Allah-u Teala bu evlatlarımızı Kur'an yolunda hidayet ettiği için ona büyük şükranlar iletiyoruz. Onları bu kutlu yolculukta destekleyen anne ve babalarını ise gönülden bir teşekkür buyuruyoruz. Me respekt e veçant eftojmë të marrë fjallën e rastit referenti jon Idris Efendi Idrisi. Ordonit. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله
يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم ويقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. Falëndrimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut të gjithë fuqishmit, krijuesit e të gjithë botra. Paqja, mëshira dhe salavatet qofshin mbi të dërguarin Allah Muhammed Resulullahin, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij edhe për të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, të respektuar musafir, të nderuara motra, të dashur, shumë të dashur talebe dhe nxënëse të kësaj xhamie, të respektuar hoxhallar, nderuari hoxh dhe profesor I kësaj xhamie, Hafiz Doktor Metin Efendi Zeti, unë në emër të muftinisë dhe tovës, gjithsesi në emër të muftiut të tovës, profesor Doktor Sever Efendi Xhemelit, I cili në të njëjtën kohë jena sot duke mbajtur një manifestim në fshatin e Rash, për atë dhe arsye nuk pati mundësi të jetë prezent në këtë xhami. Mirë po, unë do t'i them disa fjalë, pasi sot fjalët më të mëdha I thanë vetë këta talebe, vetë këta nxënës dhe nxënës, të cilët me siguri shumica prej xhamatit Saadit jeni edhe këto bëhet edhe ajo hatmja ditore që jenë lexues të Kuranit. Do ta filloj me këta nxënës, me këtë program të cilin e ndëgjuam bashkërisht, të cilin program ishte krejt pot me këndimin e sureve, me këndimin e ashereve kuranore, ku besoj se këta sot ishin një ndër, mund të them lirisht, ndër talebe, nxënëse dhe nxënësit më të përgatitur në xhamin që ka muftinia e tovës. Kurani I leximi I Kuranit ishte në nivel bukur të lartë. Inshallah Allahu t'u japë jetë, t'u japë shëndet, edhe krahës obligimeve, këta janë të gjithë në shkollë fillore. Obligimet e këtyre shihni në kohën tash moderne, në teknologjia ka ecë para, ka lëviz bëj para dhe krahas atyre mësime që kanë kurse, që kanë angazhimet, kanë arritur që të mësojnë ajo që është më e madhe edhe çka duhet prej secilit prej neve të jetë prej atyre të cilët duhet të gjërat elementare që I takojnë dhe I duhet çdo besimtar të mësojë për t'i kryer obligimet e veta gjatë jetës së vet faljes së 5 kohët namazit. Inshallah këta do të vazhdojmë edhe në të ardhmen me këta nxënës, këta talebet, do ta ngritin edhe pak më tepër nivelin që të vazhdojnë në atë rrugën që e përmend edhe Ndovan me Metin Efendiu, të jenë prej atyre që rruga e këtyre do të ndriçohet me anë të Kuranit, me anë të Islamit, me anë të gjithë ata të mirë që edhe pejgamberi alayhis salam na ka porositur. Edhe një herë urime për këta nxënës, për këta nxënëse, për këta talebet, Allahu t'u japë shëndet, Allahu t'u japë imbër. Po ashtu këto do të përmendi edhe prindët e këtyre fëmijëve, të cilët me të vërtetë kanë kuptuar atë çka nënë dhe çka baba. Unë lexova një ajet kuranor në fillim ku Allahu xhaleshon nuk kërkon pikërisht libën prej neve, njëherë ne jena të përgatitur. Ne duhet ta dimë Islamin, ne ta njohim gjithë ata që lipën Allahu xhaleshon na ka porositur pejgamberi alayhis salam, edhe me një tekst të veçon Kurani lipën thotë ruani familjen tuaj, ruani veten tuaj edhe familjen prej zjarrit të xhenemit. Ruajtja familjes sonë si këta prind edhe faktikisht këta baballar edhe këta nëna të cilët me plot kuptim e din përgjegjësinë atë emanetin që e kanë marrë nga Allahu xhaleshanu, që fëmijët e tyre
që kanë organizu me një fjalë kanë përgjësi edhe i përcjellin. Sidomos këtu të theksojnë në tekst veçon të nënët, të cilët më tepër janë lidhur me fëmijët, ndoshta ato e kanë edhe obligimin pak më të madh. Pse kanë më të madh? Unë do ndalim me një pasikën edhe pak kohë, me një hadith pejgamberit alayhis salam, kur një prej shokëve të pejgamberit e pyetën Muhamedit alayhis salam ku i ka më shumë hak. Hazreti pejgamberi alayhis salam nuk e ka teksuar nënën, një herë prap e ka pyet nënën, 3 herë ka thonë më tepër do të thotë e ka përmend nënën, një herë e ka përmend babën. Do të thotë ajo është bazamenti kryesor dhe mendoj se nëna duhet të jetë e përgatitur, sidomos kur bëhet në pyetje aspekti fetar, edhe atë përgjësin, atë emanetin do të përsillet dhe ke fëmijë, po këtu nuk përjashtohen edhe baballarët, edhe ata kanë përgjësi, pasi shiqoni, këtu do të përmendi diçka, me të vendoj shpesh edhe bën komentimet e Kuranit. Dini se më tepër edhe Kurani, edhe hadithi pejgamberit alayhis salam e përmendën punën e nënës. Pak raste ka babën. Pse e përmendën këtu më shumë nënën? Se fëmija ato punët e nënës i haron. Se është në atë moshi, do të thotë nëna mirret me këtë, nuk do të hinu shumë detale. Kurse babën e përmendën shumë pak. Mund të thëmë nëse 99 herë e përmendën nënën, babën një herë. Pse thotë? Babën e din fëmija rritet edhe i shef veprimet e babës, a më veprimet e nënës do i shef. E ka rrit njerë, e ka, nuk mundu pa gjumë baba, pak ma lejët e ka. Për atë Kurani shumë pak e përmendën punën e babës, se djali rritet dhe shef baba ka shku në gurbet, ka pron pare, kjetë i dinë dhe s'kanë të kujta përmendën, ma kur e i shef vetë, djali në i vedishën, fëmija me një fjallë, se ta është djali dhe vajza. Kurse nëna kretë ato taksirate, ato i zjedhet, nuk i din fëmija dhe për atë Allah dhe shumë edhe pejgamberi alayhis salam më shumë e rekën nënën, për herë, dhe kjo është një, edhe pse i keni ndëgju prej hoxhallarët, këto thash do ta përmendi se në xhami njipën bëgjë herët, edhe hoxhën e nderuar Abusali. Allah inshallah më shiroft, ai ka thonë shqigjani, ki kontribut që jenë edhe xhamati, edhe këta fëmijë me risht të lëvizën me hoxhallarët të cilët kanë shërbim në këtë xhami. Edhe këta të rritë, se pak e përmenda baba, nëna, për inshallah edhe këta prindët të cilët mendoj se ka bukur i mirë, bukur i madh numri, po ka mundësi edhe të shtohet edhe pak më tepër, ato baballarë, ato nënët të cilët nuk i kanë sot kanë pas rast, i shohim se kjo është bukur, mund të them mezhlisi më i lartë që Allahu xhashon e ka në tokë. Leximi, lexuesit e Kuranit s'ka mezhlis më të mirë se ne shina. Për momentin këtu, pasi edhe me laçet janë prezent, ne nuk i shohim. Ato kur prezantojnë me laçet bëjnë me një fjalë lutje për ne të cilët Allahu xhashon inshallah na mëshiroj gjithëve për hir të këtyre fëmijëve. Këtu patjetër do t'i përmend edhe këta ku ai sebebi shkaku i tretë mualimët, hoxhallarët të cilët i kena në këtë xhami, me në krije me tine vendi ju i cili përveç obligimet e veta e krijen edhe këtu vjen, nuk kanë ndërprem atë ligjëratët e veta, cili nuk është shkput që është, mund të them kështu, një mirënjohje publike, xhamia është baza kryesore. Nëse këputet lidhja me xhamin, ta dini se atyre është pikpjetje e curia ati personi cili ka dalë prej xhamit. Do t'i përmendi hoxhallarët, të di hoxhallarët e nderuar, hafizin e nderuar Avzije Efendi Ramadanin, i cili normal e njihni bukur mirë, ka dhënë një kontribut madh edhe në punën e imamit që është këtu në këtë xhami, po krahas asaj e ka pas disa vite të angazhimin si mualim i ka mësuar edhe fëmijët. Andaj imami nderuar për punën të cilën e ka është rënd shiqoni ki zanati i fëmijëve të mësojnë, është një ndër zanatet më i rëndë.
vetë kini në përshpeja 1, 2 ose 3 ose një fëmijë është shumë problem të mësonë. Sa ka raste, lode, ka dhe më në fund mërzitet e deje. A këto gjullarët që i kina, Abzi Efendiju, me Ali Efendiju, do të përqenë mualim, është puna me rëndë në vazifet detirët të cilët jenë radite në Bashkinë Islame, me reis ulemoja, malinjet, muftet pak malinjet se reisi, ato një malinjet se këta, marën dhe kanë shqeqoni këta mualimët në Bashkinë Islame, të punësuarit si mualim, puna me rëndë ati. Mirë po, dikush e din, në të dite a i që i duhet i dite, Allahu Gjerishanë. Dajme të shpërblim, për punën, për sinceritetin, se këta nuk mualim për të konë duhet pa orë nuk duhet kesë. A e shqequj orën mualimi s'ka sukses. Mualimi hinë pa orë dhe pa orë dhe, do të në atë kuptim që do të jesë në vazhdimësi i lidhur me talebe me nëzorësit. Allahu Gjereshanu të dhive mualimeve hoxhëllarve, të jape shëndet, të jape sukses, inshallah vazhdojnë në vazhdimësi si kanë fillau. Këto do të i përmende dhe këshillin e kësaj xhami, në krije me Faredin Abeji. Një bëna ma shumë se 30 vjetë, në unë e si ajë, kujna bërë vetë më unë ajë në Bashkinë Islame. Unë Bashkinë Islame ajë me xhami. Faredin Abeja qartë me gjithë këshillin e kësaj xhami. Shtasha janë krija, man edhe këtu janë ndru shpesh tjerët njerës, këshilli, vetëm ajë është i cili e mban rregull, shqiconi kushtet e xhamis. Nëse ne, si besimtarë, nuk i sistem që xhamin ta kina ma mirë se shpija, ta dini se me imanin e kina dobër. Unë mendoj se këto xhamit tona tash në për kretë në terene që i kina, në xhamit i kina ma moderne, falë normal gjematit, po e përmendi edhe këshillin e xhamis, krije me tash kina këto në xhami e Saatit me Faredin Abejin, cili organizojnë dimnit e shqipqoni ngropët, verës topët, xhamit tona, ne hecim në përbotën Arabë, më para një trek, nuk ka dhe di ku marë prej Riyadi. Matë mire i kena ne xhamisën në për Arabi Saudit dhe për shtetet tjere, dhe ku ata shteti va ndërkon xhamin, ne këtë ki gjemat. Xhamit e pasa të ngropëta, kushtet jenë maksimale për të organizu kështu për të mbaj, jetën fetare dhe për të falë peskote në mërë. Një urim të veçante dhe për gjematin e Saatit. Gjemati Saatit, unë mendoj se anë një ndër gjematet në muftinin e Detobës, ma relevant, me një fjallë ma stabil, kanë punu ma herët, jenë të organizohën, edhe sot, shqyqoni, përveç atë të përmende ma herës, do bitë të mbate nga jo, manifestimi harë me zditore, nuk ka një vjetë, ma shumë se 70 vjetë, kjo është një tradit që nuk e kanë edhe në përbotën islame, tradita islame, tradita me madhe, leximi, këndimi, përfundimi armës Kuranit, po përveç kësaj këto ka, do thotë në vit, do njerë një vit jo, një vit tjetër, po, organizohet manifestimi apo duaja e hatmeve me nxënësit me talebet. Ki gjemat është, mund të them një ndër gjematet e kena i mrekullueshëm në gjitha aspektet, me atë punën e vete e dinë se si gjemat, edhe andaj une pasi që erdhe dhe kohë e zonit, nuk do të zgjasë. Më në fund edhe në emër të muftinis, në emër gjithë organeve që kena, edhe në emër të kretë gjematit, në gjullarët, edhe njerë për herë gjithve në qoftë, duke i lutë Allahu Gjeleshanu që juve që me vërtet unë pse përmenda xhamin e Saatit edhe në atë cilë mos gjinia femërë, shqyqoni ka një terbije islame. Andëgjuat të një zonë, ka rrasë në për xhameja si me kam pazar dikun, po t'jale madhe, di intervenujmë prapë zonin e më shumë shtuar. Sot nuk ka pas asë një farë nevoj dikush po atë, andëgju, kjo është një terbi islami, thonë. Pse?
e kanë dëgjau Kur'anin, i kanë zbut ato zemrat e vete dhe nuk kanë bu as poter, as muhabete, jenë të dëgjau. Andaj, në fund të lusë Allahu Gjeleshanu, që gjithve neve që jena prezent, Allahu Gjeleshanu i shahat në gradoj me gjenetin më të lartë që ka Zoti Gjeleshanu me Gjenetul Firdaus. Edhe në herë urime tash do t'japëm fjallën Mahmut Efendiu që të lexoj edhe emrët, edhe të shpërndajmë diplomat me gjithë mirënjohjet për të bi hoxhallarët Avzi Efendiu dhe për Ali Efendiu. E falenderojmë hoxhën tonë për këto fjalë të urta dhe inspiruese. Tani është momenti të shpërndajmë dy mirënjohje për hoxhallarët tonë. Në fillim e thrasim hoxhën tonë imamin Havzi Efendi Ramadanin për mirënjohje nga ana e Miftinisë të Tavës. Mirënjohja e dytë është për muallimin dhe muezinin e xhamisë, Ali Efendi Abdullahi. Tani është momenti më madhështor për shpërndarjen e diplomave. Gjithashtu edhe nga ana e Miftinisë të Tavës do të dhërohet kani Kur'an për të gjithë talebët. Sena Musa Jumniu. Dilaj Rejai Jumniu. Diyar Admir Mehmet Aliu. Emirhan Rejai Ismaili. Onur Gafur Bekiri. Ayas Ulber Sherifi. Esra Metin Asani. Ravza Mensur Recepi. Anila Isen Menishi. Esra Idris Nurishi. Diyar Naim Hismani. Mina Havzi Ramadani. Belinay Resul Berzati. Azemina Cevcet Abdi.
Melek Gjevgjet Abdi. Alia Jeton Zekiri. Hira Afrim Tresi. Hana Afrim Tresi. Sadet Vedut Selimi. Irina Faruk Mehmet Aliu. Fatma Adnan Ali. Suela Buyar Reshiti. Beydullah Feridun Nesim. Basir Harbar Karacenim. Beyda Mahi Mehmet Ali. Dilara Isak Asani. Amera Haris Karacenemi. Salaydin Bayram Ramadani. Muhammed Faruk Mehmet Aliu. Süleyman Recai Yumniu. Dhe Arsi Arti Kasami. Në emrin e miftinisë të tallës e lutem Allahun xhaleshanu të na bëjë ceremoninë tonë.